falenderoj operatorën ekonomik, ushtruesin e detyrës ministrit mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës Hysen Durmishin dhe kryetarin e ri të komunës jugore të Mitrovicës Fatun Pecin dhe të gjithë qytetarët e Mitrovicës, të gjithë këta kolegë aktivist të cilët kanë kontribuar të vinë të kjo ditë e bukur në të cilën ndodhemi mbi lumin Ibër në këtë urë të re. E gëzofshit gjithë e faleminderit. Najpre ministar Poslevi. Me 2 korrekt të këtij viti e kemi vënë gurthemelin për urën për automjete. Me 26 gusht e kemi përfunduar dhe e kemi lëshuar në çarkullem urën për automjete, pra përgjithsej 54 ditë në afat rekord është realizuar ndërtimi i urës për automjete. Sot këtu po e shënojmë hapjen edhe të një vepre që është edhe hidraulike, edhe artistike, jo të thjesht një urë për këmbësor, një vepër arti që do të madhështoj këtë hapësirë mbi lumin Ibër, do të shfrytëzojnë të gjithë qytetarët pa dallim juge dhe ri, si një shëtitore mbi lumin Ibër. Prandaj, urime të gjithë qytetarëve të Mitrovicës, të gjithë qytetarëve të Kosovës për këtë projekt kaq të bukur e kaq të rëndësishëm. Faleminderit. Atëherë përshëndetje për gjithë, më lejoni që në emër të gjithë qytetarëve të Mitrovicës të falenderoj përzemërsisht kryeministrin Kurti për gjithë angazhimin e tij që ka pas për Mitrovicën dhe verimin e Kosovës gjatë mandatit prej se është kryeministër. Përfundimisht Mitrovica po merr drejtimin e duhur dhe urat që kanë mision dhe janë sinonim i bashkimit, më në fund po marrin kohën dhe drejtimin e duhur. Mirë, po kjo është realizuar fal angazhimit, përkushtimit dhe qëndrueshmërisë së kryeministrit Kurti, për çka unë dëshiroj që të falenderoj. Mitrovicës i ka dhuru Zoti shumë bukuri e begati, e tashmë përfundimisht po merr një drejtim të ri edhe një pamje që e meriton qytetarët e Mitrovicës. Nga periudha pas luftës, fatkeqësisht Mitrovica nga institucionet qendrore në vazhdimsi është pasi problemi Mitrovicasve e në 4 vitet e gjysmë të fundit, tash përfundimisht kemi vëmendjen e institucioneve qendrore, kështu që faleminderit kryeministër Kurti, faleminderit ministër për gjithë angazhimin dhe përkushtimin që e keni pas për të jetësuar këtë vepër që sa është funksionale është edhe bukur dhe është një imazh pozitiv i Kosovës të cilën dëshirojmë të gjithë. Faleminderit shumë. Ka pas tentativë në fakt për me ndru ulësat nga ngjyrat e Mitrovicës në Flamurin Serbisë dhe aty ka reaguar policia e Kosovës. A jeni ndjenjë për këtë dhe do të veproni kështu edhe në raste të tjera, në rast se kryetarët e rinj të listë serbe në komunat veriore tentojnë që të bëjnë gjëra të tilla? Qeveria e Republikës e mbështet policinë e shtetit, nuk e zëvendëson atë. Policia e Kosovës është profesionale dhe multietnike, ajo ju shërben të gjithë qytetarëve pa dallim dhe respekton e zbaton ligjin, prandaj ata e dinë më së miri se çfarë duhet të bëjnë, kur e ku, ndërkaq unë si kryeministër i Kosovës zotohem që do të jem për herë në përkrahje të tyre. Mitrovica është qytet i rëndësishëm për zhvillimin e Kosovës. Ju e dini që Mitrovica ka vlerë të madhe kulturore e historike, por ka edhe vlerë të madhe për shkak se këtu është Trepça dhe natyrisht që ne do të jemi të përqendruar shumë në Mitrovicë. Edhe mbrëm kur prezantova zotimet tona, thash që në mandatin e ardhshëm do ta kemi një kompani të madhe ndërkombëtare private nga një shtet mik i vendit ton, me të cilin do të bashkëpunojmë për bashkëinvestime në Trepç, ashtu që të rritet edhe prodhimtaria edhe vlera.
Pra mandati i ardhshëm është mandat i investimit gjigant në Trepçën e Mitrovicës dhe në Mitrovicën e Kosovës. Kryeministra do t'i kërkohet më Bashkimit Evropian hapja e asaj ure apo më nuk ka nevojë për ta? Ne në çdo takim vazhdimisht e përsërisim qëndrimin ton që ura mbi Ibër duhet të jetë për herë e hapur. Tash i kemi gjithsej 77 ura mbi lumin Ibër, shumica dërmuese e tyre janë në Kosovë, për ka të tilla edhe në Maltëzi në Serbi, e vetmja urë e cila ka persona të uniformuar sipër saj, tërkohën është ajo ura kryesore mbi Ibër. Besoj që nuk ka nevojë që aty t'jenë pjesëtarët e KFOR-it, mirë po ne këtë çështje zgjidhim veçse me bashkëbisedim të hapur, me dialog të sinqert, dhe besoj që do të vijë edhe dita kur edhe ajo urë do të jetë e hapur, po ndërkohë ne e rrisim lëvizshmërinë, qarkullimin sa më të madh në të dy anët, në të dy brigjet e lumit Ibër, sepse dëshirojmë të kemi shkëmbim tregtar më të madh, liri të lëvizjes për qytetarët dhe sa më shumë bashkëpunim ekonomik e kulturor. Urat nuk kanë përkatësi etnike, urat mbi Ibër janë ura të Mitrovicës dhe të Mitrovicasve pa dallim. A do të keni vizita dhe takime në komunat veriore pas transferimit pushtetit kryeministrit? Unë do të vizitoj të gjitha komunat e Republikës së Kosovës, por besoj që për ta bërë këtë është rëndësishme që të fitoj këto zgjedhje për një mandat edhe më të fuqishëm që duhet të nisë në fillimin e vitit të ardhshëm. Vesh një foto kryeministit. Falënderoj sot. Unë më